Hajde të japim hapësirën Gjekit, lutem Gjek. Dhe gjanin, këtë fazë tjetës të ame, unë këtë mosh, për në këtë fazë tjetës, jem shumë kundër qëtyn e garave ku një femën trajtojtë si objekt. Dhe me qëllim e shikova Supernovën, ju ka dhonë një reklam shumë e madhe, më pëlqej. Më pëlqej mas pari Juria, më pëlqej shumë Dafina e du shumë. Po Dafina po kja, okej. E du Nikon shumë, pa e që më pëlqej mas shumë ti që bukuria jashtme nuk ishte kriteriumi i përzgjedhjes së këtyne vajzave. A është, nuk është desh me konë, qaj kriteri kryesor? Për me qenë modele, ju pëlqej ato në së që Supernova është ylli i ri, jo modelja e rej, jo detyrimisht kanë me shkun sfilata. Tu për zgjedhët një yll, a yll do të me pas kanë modelja, po dhe une pak nuk me kuptoj, po një me sinqeresht, po ju pës, qka po kërkuat? Atëherë nuk pedesha unë e konceptën e emisionet. High five. Ja, se pas në këqyr, na e kemi diskutu. Ama ato Gjek po bojnë sfilat, aty kur po hinë po bën sfilat, unë e s'ta kuptoj.